those crazy cars just speed right by. Just as well we got an eye in the sky. If you're looking for mayhem, we're just the job. Genghis Conan and the Big Bob Slob. Meet Colin and Ollie, saving the day. They try to help in every way. Nuk e di për ty Herkul, por unë po filloj të mërzitem. Këtu nuk po ndodh asgjë prej gjëje. Shkojmë në shtëpi. Ups, me sa duket fola pak sa herët. Mirë. Shikoni kush qen ka këtu. Armiku numër 1 i shtetit. Genghis Koni dora vet. Vras mendjen se çfarë posa jo. Kërkoj Keti në qendrën e kontrollit. Alarmi kuq. Keti, a më dëgjon? Alarmi kuq. Këtu flet Kevin kompjuteri, çfarë po ndodh syri në qiell? Genghis Koni ka vjedhur të gjithë ditarët e urës, mund të rrëzohet ajo nga çasti në çast. Dhe mirë do të bëj po të më pyesësh mua. Gjë e vjetër shumë, nuk më ka pëlqyer kurrë. Jo, nuk po kupton ç'po ndodh. 2 makina po shkojnë drejt saj dhe vetëm nëse kanë marrë leksione për të fluturuar mund të shpëtojnë nga ajo. Dikus duhet t'i shpëtoj makinat dhe shpëtimi i makinave është ajo që ne bëjmë më mirë. Gjithmonë kam dashur ta bëj këtë. Dërgoni klonet Kone! Më vjen keq, Koni. Kam frikë se është pak vonë për këtë. Çfarë do të thuas? A nuk është e qartë? Klonet Kone nuk kanë për të mbërritur kurrë në kohë. Por ne me Doemos duhet të bëjmë diçka. E gjeta. Si thoni për një lojë të bukur, familje të lumtura? Tani po bëhet shumë qefarak. Më vjen keq, Koni, por nuk e kemi më në dorë situatën. Tani mundet vetëm të shohim dhe të shpresojmë. Kjo duhet të jetë argëtuese. Nuk mund ta thoh. Çfarë po ndodh aty? Kjo është fantastike. Nuk ka parë asnjëherë diçka të tillë. Përgjigju qendra e kontrollit. Po shikoni gjithçka që po ndodh? Ju kuptuam, syri? Po e shohim. Por nuk e besojmë. E kush mund ta besojë se mund të ndodhë vërtet diçka e tillë? Ai quhet Robokoni. Robokoni? Ai është polici rrugori të ardhme si projektuar nga unë, profesor Bansen. Jo, mos më thuaj që është një tjetër nga pajisjet e tua kokteneqe. Kokteneqe? Ti e quan këtë mrekullit të mekanikës kokteneqe? Unë edhe përsëri. O zot sa urej kur ai thot ha. Tani shiko këtu, profesor, e di që ke qëllime të mira, por po sikur kjo gjë e jote Robokon merr për keq? Për keq? Robokoni im i bukur të marr për keq? Kjo nuk ka për të ndodhur për 1 trilion vjet. Ja shikoje këto. Përshëndetje personeli menaxhimit të trafikut rrugor. Krimi nuk falet. Një defekt i vogël, vetëm kaq. Asgjë nuk ka që nuk mund të rregullohet. Ja, më besoni mua? Bokur. Sa shpejt që kaluan 1 trilion vjet. Edhe një për rrugën, zotëri? Faleminderit, me gjithë qejf.
Unë dua oktan të lartë të lutem. Ndiheni me fat makina, sepse të pish dhe të drejtosh makinën në shkrim. Dhe krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet. E di se çfarë po mendon. A është krim të qëndrosh parkuar kur koha të ka mbaruar? E po ashtu është. Dhe krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet. Më thoni Bob Slop, kur do të vi Gjenqis? Kur do të vi ai shefi ynë i dashur të na nxjerr nga burku i qelbur që na kanë futur këtu? E nga ta di unë, Sila? Pyet zotin zjuarësi atjetej. Hej! Unë nuk quhem ashtu, quhem Boris, kështu quhem unë. E dashur, mendon se bagazhi im duket I madh me këtë? Nuk ka asgjë që nuk mund të zgjidhet me një lyerje të re, e dashur. Duhet I bëni vetes 2 pyetje idiote. Pyetja e parë, a kam parkuar dyshe? Përgjigja, po. Pyetja e dytë, a kam parkuar afër një hidranti uji? Përgjigja, po. Sy, çfarë është duke ndodhur aty? Nuk do të më besoje po ta thosha, por me sa duket Roboconi I ka futur të gjitha makinat në burg. Është krim të fluturosh në një zonë të ndaluar. Dhe krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet, krimi nuk falet. Eksakt. Kjo romu e Roboconit duhet të marrë fund menjëherë. Tani, koha për të dërguar klonet kone. Profesor, ti je përgjegjës për këtë gjë? Unë thjesht mora hua pak kabël për kontrollin e Roboconit. Sistemi I tij algebrik ka nevojë për pak retrologaritje. Oh, jo, kemi një alarm të kuq edhe nuk mund t'i zgjojmë klonet kone. Ata do të zgjohen shumë shpejt, shikoni. Të flesh pa leje është krim, dhe krimi nuk falet, krimi nuk falet. Gjendja po del jashtë kontrollit fare. Të bësh një koment pa kujdes dhe vëmendjen e duhur është një krim, dhe krimi nuk falet, krimi nuk falet. Hej, pa unë atër! Nuk jam aq I keq sa duhet për ty apo jo? Ktheu këtu, unë kërkoj të më arrestosh. Kjo është shumë me sikletshme. Po, ne duhet jemi djem të këqinj. Me qëra fjalla tani, ku është ai shefi shumë I dashur? Pikërisht e dashura ime. Dhe gjeje se çfarë kam këtu. Gjenqis! Besoj se të gjithë ju do të më thoni faleminderit pas kësaj. Ma nitem vërtet nga vetja ndonjëherë. Oh, më kilikosi pak, Është vërtet e dhimbshme t'ja them këtë dikujt si ty, por shumë falenderit. Po fillonim të ngjesheshim pak aty brenda. A mund të më thot dikur se çfarë po ndodh tu, se nuk jam shumë I qartë. Oh,
Nuk ka kohë, më vjen keq. Robokoni po kthehet përsëri. Robokoni? Është histori e gjatë. Por mendojmë se dim si ta rregullojmë dhe t'i kthejmë përsëri gjërat në normalitet. Më dëgjoni mirë të gjithë. Ne duhet të punojmë të gjithë së bashku. Përshëndetje. Atëherë çfarë kemi këtu? Harojeni aratisjen nga burgu shtari Robokon. Si komandanti yt, unë kërkoj ndihmën tënde të menjëhershme. Kam marrë vesh se banda famkeqe plankton është aratisur nga para burgimi. Dhe është të parë për herë të fundit duke shkuar drejt oqeanit. Dua që ti ta kapësh bandën aratisur menjëherë. Të kap bandën plankton, si urdhëron, menjëherë zotëri. Faleminderit zotëri, po nise menjëherë zotëri. Po, bekuar qofshin çorapet e mia që nuk kam. Me sa duket plani yt funksionoi. Besoj se ju nuk do të harroni kontributin tim në këtë histori. Tek e fundit, pa zërin tim të mrekullueshëm, ne të gjithë do të ishim në... Bos! Po? Çfarë është një plankton? As që e kam iden. Bën mirë të pyesësh atë që di gjithçka. Është shumë e lehtë. Planktonët janë kafshë fare të vogla që jetojnë në det. Dhe të jepi sigurt se ekzistojnë miliarda e miliarda e miliarda. Gjë që duhet ta mbaj Robokonin të zënë me punë për një kohë shumë të gjatë. Ti je një antar i bandës plankton, dhe të jesh antar i bandës plankton është një krim. Edhe ti je një antar i bandës plankton, dhe të jesh antar i bandës plankton është një krim. Dhe ti.